Sa për informacion, si pas danave që i kemi marrë ne si orë ekonomike nga administratët tatimore, si pas këti vendimi në tregun e hapur duhet të dali 1294 biznese, më thonë janë 61 biznese që kanë të punësu më shumë se 50, janë një numër shumë i madh i biznese, afro 100 biznese, më të mëdhajat dhe dominun ato që i kemi prodhuse. Është një shqetësim i bizneseve për vendimin e ZRS, i cili kërkon që bizneset mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion euro që kanë qarkodhim prej një qëshorit të dalin në tregun e hapur. Pa të mundësi edhe zyrtarët e ZRS mi dëgju shqetësimet e biznesit, në këtë rast më të theksuar ishin edhe shqetësimet më të mëdha ishin të sektori i prodhimit, për arsye se dihet që dalja në treg parashifet që të ketë edhe rritje të çmimit të energjisë elektrike, ku do të ketë efekt zinxhiror të prodhuesi, do të arrit kostën e prodhimit ose kostën e produktit, i cili më pas kostot do t'i bartet konsumatorit dhe produkti jonë brenda tregut të Kosovës nuk do t'jetë konkurent me produktin e importum si që ka qenë deri më tani, por do t'jetë më i shtrenjtë se sa produkti importum, dhe mos të folum kështu që edhe në tregun e huaj do ta humbë mundësinë që t'jetë prezent për arsye se janë kontrata të lidhura shumë herët me çmime të caktuara dhe në moment që ngritet çmimi ekziston friga dhe ekziston paralajmërimi që nuk do të blehet më në tregun e huaj produkti i Kosovës. Për këtë arsye, mbasi diskutimeve të shumta që patëm me zyrtarët e ZRS, ishte kërkesë e të gjithëve që parashifet mundësia mu shtys të paku një vit ky vendim për me fillu mu implementu, do mëndë që bizneset e mëdha të dalin në tregun e hapur, për shkak pikërisht këtyre shqetësimeve. Dhe e dyta ishte që t'i drejtohemi institucioneve të vendit që në rast se nuk gjendet mirëkuptim që të shtyhet ky vendim, së paku si veprohet në të gjitha shtetet e rajonit, po edhe në shtetet e Bashkimit Evropian, në disa shtetet e Bashkimit Evropian, që sidomos sektori i prodhimit, bizneset të cilat janë prodhues të subvencionohen. Sa për informacion, si pas danave që i kemi marrë ne si orë ekonomike nga administratët tatimore, si pas këti vendimi në tregun e hapur duhet të dali 1294 biznese, më thonë janë 61 biznese që kanë të punësu më shumë se 50, ndërsa janë 318 biznese të cilat kanë qarkullim më shumë se 10 milion. Kurse si pas sektorve, këtu hynë tregtia me shumicë dhe pakicë janë 439 kompani, prodhimi vjen me 197 kompani, ndërtimtaria është me 35 kompani, informacioni dhe komunikimi janë me 67 kompani dhe vijnë të tjera të mbas këtyne. Prapë për theksoj që kërkesa e të gjithëve ishte që të shtyhet së paku për një vit implementimi i këtij vendimi, për shkak se biznesi është përballë me sfida të shumta dhe kjo sfidë është sfidë shtesë që më të vërtetë e vije në pikpyetje sidomos sektorin e prodhimit. Qoftë është më shtrenjtë, dhe na del më shtrenjtë se sa i rajonit, atëherë do ta kemi vështirë që përveç sfidave tjera, edhe me këtë sfidë i sillemi investitorët e huaj. Nuk jemi kundër vendimit, nuk jemi për mos me dalë në tregun e hapur, por nuk është momenti se ka qenë periudha shumë e shkurtë. Nuk ka pas një dialog publiko-privat një kohë më të madhe ose një kohë më të gjatë, në mënyrë që biznesi mu përgatit. Dhe kërkesa tjetër që vjen për partitë politike nga oda ekonomike e Kosovës, është që sa ma shpejt që është e mundur t'i kemi të konstitura institucionet e vendit, t'i kemi të themelura institucionet e vendit, si qeverin, si kuvendin e Kosovës, në mënyrë që ne të kemi mundësi ku më ju adresu. Ka mirëkuptim sa i përket sidomos sektorit prodhues, mirë po arsyetimi i ZRS është ata janë vetëm organ regulativ dhe ashtu janë, kushti për 50 punëtorë është kusht ligjor. Mirë po ZRS është përkrahase e biznesit që me gjetë prapë me institucionet, këtë rast me qeverin, po edhe me komisionin që është për ekonomi brenda Kuvendit dhe energji, brenda Kuvendit të Republikës Kosovës, që me gjetë mundësinë në rastin që të arsyeshëm që me shty vendimin për një periudhë caktuar si fazë tranzitore që më ia dhon mundësinë biznesit më përgatit